Si mund të konsiderohet i qëndrueshë një model ekonomik ku rritja e të ardhurave vendore nuk vjen nga zgjerimi ekonomik lokal? Të paktën, po. Edhe dy pyetje kam dhe përfundova. Po se nga që nuk mora asnjë përgjigje, them të drejtën, me gjithë bashkëbisedimin e këndshëm me ministrin, po si mund të konsiderohet një model ekonomik i qëndrueshëm ku baza e të ardhurave nuk vjen nga zgjerimi i aktivitetit ekonomik lokal ose nga një bazë e qëndrueshme tatimore, por vjen vetëm nga një e ardhur e qëndrueshme, e paqëndrueshme në të paktën 10 bashki të tilla. Taksa e infrastrukturës ka qenë të ardhurat 9%, kanë shkuar në 41%, ndërkohë që taksa e ndikimit në infrastrukturë, ndërkohë që taksat normale, pesha e taksave normale, e pronës, e me radhë, kanë rënë nga 25% në nivelin 15-16%. Si mendoni që mund të ofroni një model, çfarë modeli mund të ofrohet që të kompensoj këtë e ardhura e taksës ndikimin në infrastrukturë do ndaloj për disa vite, se unë nuk besoj që Shqipëria do vazhdoj do jetë përjetësisht ekonomie Tullës dhe Llaçit. Mendoj që do kemi një model ekonomik që do prodhoj diçka, sepse sot nuk po prodhon diçka. Dhe e fundit, megjithëse kam pyetje tjera, po do ruaj radhën kur të përfundojnë kolegët, të gjithë këto tregues, edhe të dhënat financiare që ne kemi, por edhe treguesit që ndoshta ju do të na i vendosni në dispozicion, na çojnë në tre element të përbashkët. Së pari njerë, çdo reformë territoriale duhet ketë paktën afërsinë e shërbimeve me qytetarin, përfaqësimin e rritur dhe bazën e qëndrueshme financiare. Të tre këto element, që në momentin që u krijuar reforma, po edhe sot, që të tre këto element janë me deficiencë. Cili model mendoni ju që mund t'i zgjidh problemet të treja? Ju kam dëgjuar me shumë interes në daljet tuaja publike, që konsolidimi nga 61 bashki në një numër më të vogël bashkish do t'i zgjidhi këto tre probleme, se këto janë tre shtyllat që mbajnë një reformë territoriale në këmbë. Faleminderit.